gjithë, sepse njerëzit e kanë në qendër vëmendjes këtë çështje, sepse duan që ne ta realizojmë atë për të cilën na dhanë gjithë mbështetje. Ta bëjmë realitet pasaportën e Bashkimit Evropian për çdo shqiptar. Atëherë që të bëhet kjo, na duhet forcë. Kur unë thosha, na duhet një mandat i fortë, thoshin ky do të bëhet si Putini. Por ja ku jemi sot, në fund të janarit, ne kemi kaluar 27 ligje, mos gabohem, që ishin një paket që ishte vetëm për negociatat, sepse ne i kemi në tavolinë të gjitha detyrat. Janë si pafund. Edhe thot, deri në këtë muaj duhet kaloni këto ligje, deri në atë muaj duhet kaloni këto masa, deri në atë muaj, dhe të gjitha këto janë për të përputhur legjislacionin me standardet e Bashkimit Evropian. Nga këto 27, 7 ishin me 84 vota. Tani e parafityroni ju, sikur ne të kishim 75 edhe të tjera të kishin molotovarët, se ku do ishim sot ne? Atëherë po do na ishin bllokuar negociatat,